Në tetorin e dedikuar ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, presidenti i grupit Eurosig, INSIG dhe UBA Bank, Kadri Morina, dërgoi një mesazh të fortë për shëndetin e grave shqiptare. Kështu që Eurosigu, INSIG dhe UBA Bank ka marrë iniciativë që për muajin tetor roz ka nxjerrë një paket analizash vetëm 50 euro në çdo lloj spitali që të bëjë gjithë analizat e mamografisë, të gjakut dhe për gjithë shka, dhe pse për njerëzit në nevojë, të cilët deklarojnë që nuk i kanë të mundësi, analizat dojnë edhe falas. Në kuadër të muajit tetor, klientët që do të kryejnë sigurimin e jetës për efekt kredie pranë INSIG Jetë do të përfitojnë falas një ekogjiri. Në një treg sigurimesh që shpesh përballet me sfida, Eurosig INSIG ka kryer një volum të lartë pagesash dëmesh, një dëshmi e qartë e korrektësisë së grupit. Ka rrit mbi 30% më shumë se vitin e kaluar. Pra ka një rritje të pagesës dame mbi 30%. Po kështu, Eurosig Kosova ka mbi 52%. Krahas këtyre, një rritje shumë të madhe ka edhe për INSIG Jetën, po ashtu edhe pagesën e fondit kompensimit. Qendri i suksesit është te qëndrueshmëria e grupit, te shpejtësia në kohë reale që bëhet për klientat tanë dhe te vlerësimi sa më real i këtyre damave. Vetëm gjatë kësaj periudhe grupi ka paguar 85.6 milion lek për fond kompensimi, ndërsa totali i pagesave për dëme ka arritur në 2.55 miliard lek ose mbi 26 milion euro. Ajo që bie në sy është rritja me 53% e pagesave të dëmeve shëndetësore nga sigurimi TPL. Presidenti i grupit foli gjithashtu edhe për rritjen e depozitave. UBA Bank për muajin për nënmuajin ka arrit një nivel të rritjes depozitave mbi 25%, ka hap nga 4 dek që ishte tashmë janë hapur 20 dek, është në përkushtim të klientit, po kështu edhe rritjen e kreditimit dhe që t'i shërbejmë edhe klientëve sa më mirë që t'jetë mundur. Këto shifra tregojnë se grupi është kthyer në një faktor kyç në industrinë e sigurimeve, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Lajmi i mirë është që në muajin nëntor Federal Reserve bën një konferencë shumë të madhe për industrinë e sigurimeve në Shqipëri, gjë e cila ka kohë që po punohet, që mbi 2 vjet që kur ishte drejtori Ervin Meta, dhe është një lajm i shkëlqyer të cilën rrallë vende e kanë për fat për ta pasë.